I pa të përmente edhe periudhën e burgët, ka qenë një sfidje zakonisht e madhe për juve, 3 muaj ato, si kanë qenë ato ditë? Valla, unë kur kom hynë burg, që ato ditët e janarit, kom fillu, thash, fillova me dyshu edhe në ekzistencën e Zotit. Kjo ka qenë një krize imja kështu shpirtërore, edhe kur kom hynë burg edhe e pash një andër, unë nuk e njoh ankthin, nuk kam frikë, sepse ankthi krijohet prej problemeve, prej veprave tua, jo prej tjerve. Qose ke kriju një frikë të vetja jote, pyte vetën, pse jo, pse po frigohem? Ullum, qetësojo, pyte vetën, i gbalë, pse ki këtë frikë? E ke bo këtë vepër të keqe. Shko, denoncoje, shko thuj, era, të lutëm, ma falë, s'po mundi me jetu unë me këtë frikë. Shpesher kam thonë edhe në emisione tjera, shko, denoncoje vetën, thuj, era, nëse nuk ma falë, po shkojmë polici, po e denoncoj, është një këndvështrim këtë ma ndryshe. Ama e kam përjetu në burg një rahati shpirtërore, një lirit shpirtit tem. Po lirim fizike jo, po qatë që jam kone lirë në shpirtin, përveç merë në andër, një andër shumë e frikshme, edhe pash vetën komplet trupi mu drithke. Po thash, unë grita thash, o Zot, thash, ti mjef mu ma mirë se unë e ty? O Zot, thash, ti mi njeh punët e mia, ma mirë se unë që i kam vepru. Thash, o Zot, unë e kam dëgju për adalet, për drejtsin tënde, që është pjesë e besimit, nëse nuk beson në drejtsin tënde, në drejtsin e Zotit është, besimi jotë është i luhatshëm. Edhe unë thash, o Zot, unë e besoj shumë në adaletin tënde, drejtsin tënde, nëse drejtësia jote nuk vepron, isha si e çmendur. Nëse, po i thom Zotit, thash, nëse drejtësia jote nuk vepron këtë rast, unë e kam e dyshu në ekzistencën tënde. Kjo ka qenë gjendja ime një jetë ma kritike. Sepse, adin kur e ushen shpirtin me bindje, me nështrim, me besim, qofte dhe ato ritualet, që ndonjëherë të shumë njerëzi nuk kanë efekt. Ritualet bëhen si dogë, ku gjë tjetër. Kështu që aty e kum pas një gjendje shumë kritike, kurse harroj